Mirë se erdhët në panairin ton vjetor të organizuar në kuadër të ditës ndërkombëtare të gruas rurale. Një ditë që në bashkon për të nderuar rolin e pazavendësueshëm të grave në bujqësi, në zhvillim rural dhe qëndrueshmërinë e komuniteteve tona. Këtë vit, thirrja globale është fuqizimi i grave rurale, kultivimi i një të ardhmeje gjithëpërfshirëse. Na kujton rëndësinë e mbështetjes së grave që punojnë çdo ditë për siguruar ushqim, për të mbrojtur tokën dhe për të forcuar jetën rurale. Fuqizimi i tyre do të thotë një ardhme më e barabartë, më e qëndrueshme dhe më e begatë për të gjithë. Ky panair është një mundësi për të vlerësuar punën, kreativitetin dhe përkushtimin e grave që kultivojnë prodhime cilësore vendore, kontribuojnë në ekonominë rurale dhe frymëzojnë gjeneratat e reja. Le të festojmë sot sukseset e tyre duke u angazhuar për më shumë mbështetje, arsimim dhe qasje në mundësi të barabarta. Le të punojmë së bashku për një të ardhme ku çdo grua rurale të ketë zërin, mjetet dhe hapësirën që e meriton. Qeveria e Republikës Kosovës, Ministria e Bujqësisë e konsideron thelbësor rolin e grave në shoqëri, jo vetëm si parim moral dhe ekonomik, po si një bazament për zhvillim të qëndrueshëm sociokulturor, ekonomik, ambiental e gjitha tjera. Si qeveria e Kosovës gjatë këtyre viteve kemi tentuar në maksimum në rrethonat dhe buxhetin në dispozicion që t'i kushtojmë rëndësi të madhe rolit të grave në shoqëri, sidomos për të arritur targetin e barazisë gjinore, për arsye se si jemi të folur vetëm për një pjesë të caktuar shoqërisë, po jemi të folur për 50% e shoqërisë tonë. Prandaj roli i tyre është thelbësor, i cili është po ashtu thelbësor për zhvillimin e qëndrueshëm të shoqërisë tonë. Si Ministri i Bujqësisë kemi hartuar programet në kuadër programeve tona për subvencione dhe grante, jemi duke tentuar me afru masa afirmative të cilat e vendosin në pa rolin e gruas në shoqëri, e sidomos asaj rurale, i cili po ashtu mendojmë që është në krah për dallim prej grave në hapësira urbane, mendojmë që është pak më shumë diskriminuese se të hapësirat urbane. Gjatë viteve të fundit, ne e dimi që si qeveri kemi tentu me dhënë fokus të veçantë, sidomos qasjes financa, duke fillu nga një bazament i thelbësor, hapjen e llogarive bankare për gratë që është arritur mbi 100.000 gratë gjatë viteve të fundit për me hap llogari bankare për herë të parë. Kjo është një instrument i thjeshtë, i cili ka mundësues thjesht për me ndërtu një bazament për gratë me pas mekanizma për me pas në qasjen financa. Pastaj programe tjera për nonat lehona, investime tjera qeverisë në qerdhe, e cila ja mundëson grave me qenë më të lira, me kriju, me hulumtu hapësirë për vende punës, po edhe me masa tjera qeverisë për investime në ekonomi, për bizneset të reja, për start-ups të cilat ja mundësojnë vajzave dhe grave dhe nanave tona të kenë qasjen financa, të zhvillojnë ekonominë e tyre, po nënën tjetër të kontribuojnë për familjet. Mendojmë që gradualisht është koha që nuk të shikojmë vetëm vajzat, gratë dhe nënat tona të cilat sakrifikohen për familjen, por të cilat do të me ndihmu për me zhvillu shoqënia tutje. Një aspekt shumë thjesht që është personal, më kujtohet rasti që gjatë kohës luftës, ne si familje ose si gjithë shqiptarët, këto që kemi vujtër, kur ishim në momente kur nuk ishim qasje për shembull në tharm të bukës, e gjithë vëmendje familjes ishket të logët të nonat tona se si ta kultivojnë ushqimin, si ta bëjnë bukën në format e tyre tradicionale.
të cilet ja ka mundësu familjeve tona me ushqy dhe me mbjetuar rrethona më të vështira të luftës. Prandaj që tregon një aspekt shumë të rëndësishëm të rolit grave të nënave tona, jo vetëm për aspektin e mbjetesës dhe të sakrificës ndaj familje, por tregon për peshën dhe thelbin që e kanë pas gjatë gjithë kohës në shoqërinë tonë. Prandaj mendojmë që na si qeveri, si ministri, po dhe gjithë shoqëri do të me kushtu vëmendje ende më të madhe që parazia gjinore në Kosovë që mos jetë më temë e cilat na duhet me fillu me punu për me promovu këto, por këtë ta shohim si një gjë normale, si gjë të zakonshme, e cila nuk duhet jetë më vetëm temë e njerëzve të politikës, por në çdo cep dhe në çdo hapësirë të Kosovës, Republikës Kosovës. Faleminderit shumë dhe urojmë që në momente tjera nuk duhet jetë me diskutueshme pjesëmarrja e përfaqësuesve politik, ekonomik të institucioneve tjera, por thjesht ta kuptojmë se është obligim joni gjithë secilit të jemi në evente dhe ngjarje të tilla. Prandaj si qeveri, si Ministri i Bujqësisë, si zonës ministër, kudo që kemi të tilla të ngjashme, unë do të jem atë dhe do të jemi për krah juve. Faleminderit shumë. Kam kënaqësinë sot të jem në mesin tuaj. Komuna e Prishtinës brenda kapacitetit të saj buxhetore gjatë gjithë kohës ka bërë përpjekje maksimale për përkrahjen e grave, sidomos të grave në zona rurale, në përmirësimin e kushteve të tyre të jetës, edhe sidomos kjo përkrahje është bërë pra në formë të granteve, projekteve të ndryshme, por edhe në formë të pagesave direkte. Kjo përkrahje jemi të vetëdijshëm që nuk është e mjaftueshme dhe themi kështu planet, programet tona konsistojnë atë që kjo përkrahje të shkojë çdo herë të urrit. Kemi bërë hartu projekte, faktikisht programe, edhe me rastin e përkrahjes të fermerëve në përgjithësi, po grave fermere në veçanti, me rastin e hartimit të kritereve në kushte të barabarta një përvarësi e kanë gratë fermere. Prandaj, për mos mu zgjatur fort ma shumë, dëshiroj dhe njëherë të uroj gratë fermere, sidomos në zona rurale, që për ditën e tyre, duke shpresuar që me fuqizimin e gruas dhe sidomos atyre në zona rurale, fuqizohet shoqëria në përgjithësi, ngritet mirëqenia e qytetarëve tonë, edhe si fokusi veçantë do t'jetë se siç jemi pra e kemi të qartë që kemi një shpërngulje apo një migrim prej zona rurale në zona urbane, prandaj edhe insistimi apo qëllimi i institucioneve, qoftë lokale apo qendrore, duhet konsistojë në atë që të përkrahen sa më shumë gratë në mënyrë që përveç ngritjes së mirëqenies të saj të ndikojnë edhe në pengimin e migrimit. Kjo dita ndërkombëtare e grave rurale është për ju që njihni tokën më mirë se kushdo dhe që ktheni çdo sfidë në mundësi edhe ndryshim. Unë përfaqësoj UN Women që është agjencioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë, dhe puna jonë ka të bëj jo vetëm me mbështetjen drejt për drejt të juve, por po ashtu të ndihmojmë gjithashtu edhe institucionet në mënyrë që përmes analizave, planifikimeve të tyre buxhetore të kenë parasysh nevojat që ju i keni, duke qenë se ne jemi po ashtu dorë në dorë me ju edhe në teren dhe në komuna. Së bashku me agjencionin si motër tonin FAO, që është agjencioni i Kombeve të Bashkuara për ushqim, dhe në mbështetje të Agjencisë Austriake për Zhvillim, ne jemi duke zbatuar një projekt konkret i cili ka pas një fokus kryesisht në komunat e afektuara nga vërshimet para disa viteve. Megjithatë, ne jemi duke punuar edhe në ministrinë në disa analiza të rëndësishme, por jemi duke punuar edhe me noter, duke qenë se jemi shumë të vetëdijshme për sfidat që i keni ju me qasjen dhe të drejtën në tokë, e që është një prej sfidave serioze që i pengon gratë në zhvillimin e ndërmarrësisë dhe bizneseve të tyre duke u kufizuar qasjen në kredi. Prandaj, unë sot dua vetëm të ju përgëzoj për punën e palodhshme, për entuziazmin e juaj që përkundër sfidave ju vazhdoni
të punoni pa u ndalë, të ekspozoni punën mrekullueshme që ju e bëni për të sjellë ndryshimin në komunitetin e juaj. Si UN Women dua të, si them, të mbaj të jap pregtimin që ne nuk do ndalemi t'ju mbështetim, jo vetëm sot, por gjithmonë, dhe kemi kënaqësinë dhe gjithashtu jemi mundu që përmes mediave sociale të ftojmë sot sa më shumë qytetar, jo vetëm nga Prishtina, që t'ju vizitojmë në mënyrë që të kemi gjithashtu sa më shumë vlerë, sepse e dim që kjo është një prej mënyrave të drejtë për drejta të mbështetjes financiare që ne mund të ndihmojmë juve. Ju falimderit shumë për kontributin dhe punën e juaj të palodhshme dhe ju dëshiroj shumë sukses sot në këtë panajër. Falimderit.